fundi gjykata speciale marrëdhjen e Trumpit me qenë si shumë këto. Po, i përgjigjen kësaj. E vërtet veç pse nuk i lejon këta. Mos harroni, gjykata speciale formalisht, nominalisht është e Kosovës. Sepse është pjesë e kushtetutës tonë me atë votimin në kuvend. Edhe këtë qëllimi, përveç me dënu krerët e tonë të luftës, gjykata speciale ka një qëllim me pas një fal legitimiteti popullor këtu. Kur ka nisë arrestimin fakt i krerët të luftës në 2020, këtu u bë sondazhe nga gjykata speciale, këto ka me referencë, nuk po e tregoj autorin sepse ka qenë vetë i implikuar ose subjekt hetimi nga gjykata, që është sondazhi i shqiptarëve. Sa përqind shqiptarëve i gëzohen dënimit eventual këtyre burrave në Hag, ka qenë mbi 7%. Pra shqipo që gjykata i ka shku për shtati. Nëse kjo i lejon këtu më ardhë, se rasti i thati që manifestojnë një mobilizim të jashtëzakonshëm pas popullit, gjykata e ka dhe një frikë me denigrue imazhin e saj. E për këto ajo kujdesat, edhe mundohet në këta format me i pengue prezencën e atyre burrave në Hag për çfarë do rasti në Kosovë. Prandaj ata i friksohen sepse kjo krijon këtu solidaritet, krijon mobilizim, rrjedhimisht gjykatës i bjen ajo imazhi i saj i mirë që i ka pasur fillimet e veta për fat keq. Prandaj nuk i lejen marrë këtu kryer këto. Sa i përket asaj që zoti Trump ka deklaruar ose masarës e Trumpit në pushtet, është e vërtetë ai ka një deklaratë ashpër. Edhe ka qenë një reagim i Grenellit në fakt ku e ka bërë një ripost ai Dironës ku flet për reagimin ndaj mospjesmarrjes stoaqet në varrim të babait. Ma shumë se Grenelli ka folur Trumpin në janar 2023 kur Jack Smithin, prokurorin që ka ngrit atë akuzën e Hashim Thaqit, e qunë kafsh pa drejt. Por veç pa la që do të kjo është një kafsh e pa drejt, i cili e ka qunë në burg një politikant në altë Europës, e ka fjallën për Hashim Thaqin, vetëm se ky i fundit ka qenë pro Donald Trumpit. Pra sot një konjunkturë ndërkombëtare ekziston, ose pak në fuqia më e madhe në botë, ekziston, ku na mundim mbështet qoftë e përmes lobimit me bën më të lehtë ose më të procesin. Me zhmo këtë s'kemi shansa, për ditë mendoj sepse është nën jurisdiksionin e BE-s. Për më tepër kur sot Bashkimi Evropian edhe Amerika nuk janë në ditët e më të lumtura, më të mira. Ka një përplasje, ka një përçarje mes politikave të BE-s. Se mendon që është e pamundur me zhbo gjykatën speciale? Sepse kjo e drejt juridike të veç BE-s, jo Amerikës. Është brenda jurisdiksionit BE-s. E thash, nëse kishim me qenë raportet BE-s që kanë qenë para 5 vjetë, para 10 vjetë, i shkon më lehtë. Trumpi mund me bon kështu lidhje të shkurta ose na përmes Amerikës me lobue, me bon lidhje të shkurta që me qenë procesi më i drejtë. Me zhbon krejt jo,